Shumë kush i bën pyetje, a është Kurani shërim? Po, Kurani është shërim. Mirë po, Kurani siç ju kum lajmëru te Rukja, te dokumentari shërim, Kurani është shërim, po nuk është pa kusht. Dhe më thonë, kushti i parë, mu shëru me Kuran, është ti me besu Kuranin dhe mos me ndryshu një germ, mos me deviju një fjarë, një frazë, me qenë në akordon s'plot me frekuencat e Kuranit, e këni qorë dhe jo, dhe trapil shën Kuran makin, edhe i duket vetja ku me ditë sa dhe jep gaz makinës vetë. Dhe më thonë, me Kuran shkon edhe në gjehnem, dhe kyti që e shen rrug duke lshu zonin e Kuranit dhe e shkel makinën me njëherë 100-200, ki shkon zjarë në gjehnemit, ki nuk shërohet me Kuran, po këti Kurani ja ka zonë se vendin e kon gjehnem, tok e kon.